DJ Gimbo është larguar nga gara e Big Brother VIP 5 gjatë spektaklit të mbrëmjes së djeshme, duke mbyllur kështu eksperiencën e tij pas më shumë se 50 ditësh qëndrimi brenda shtëpisë. Ai u gjend në një nominim të fortë përballë Brikenës, ndërsa pjesë e televotimit të së shtunës ishin edhe Selin dhe Mateo. Megjithatë, DJ Gimbo nuk arriti të siguronte mbështetjen e mjaftueshme nga publiku për të vazhduar më tej rrugëtimin e tij në lojë. Pas daljes së tij nga shtëpia, në media dhe rrjetet sociale filluan të qarkullojnë aludime se ai mund të ketë një lidhje serioze jashtë formatit. Këto zëra ngjallën kurreshtjet e publiku, duke qenë se jeta personale e banorëve shpesh bëhet objekt diskutimi pas përfundimit të eksperiencës në reality show. Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar nga motra e tij, e cila ka reaguar publikisht për të sqaruar situatën. Në një intervistë, ajo i ka cilësuar këto lajme si të pavërteta dhe të pabazuara në fakte. Sipas saj, vëmendja e madhe që marrin personazhet publike shpesh shoqërohet me thashetheme dhe informacione të pasakta. Ajo ka theksuar gjithashtu se DJ Gimbo ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP pa qenë në një marrëdhënie dashurie. Sipas deklaratës së saj, ai ka qenë beqar gjatë gjithë kohës dhe nuk ka asnjë person që e pret jashtë, duke hedhur poshtë çdo spekulim për një lidhje të mundshme romantike.